partive politike në një thes. Se cila parti në kuadrë të blokut opozitare ka historikun, identitetin e vetë politik, dhe se unë mendoj se do të ishte dam që krejt partit opozitare të futeshin në një, dhe taman atëhere të shkon në atë narracionin të cilën lëvizjave të vendosjen ndërton, na dhe ata. Pse do të ishte shumë rreshme? Do të ishte Sepse ky ka frikë dhe ka drejt para folës jam, kolegam, falë se jemi në moment. Adrian Zëqirin, dëgjom. Kjo frikë përshë që po ekziston ka pak edhe te partitë opozitare ose te përkrahësit e tyre. Nëse e bëjmë një blok opozitar, ish opozitar që ka qenë, prap veves kam jak mundësia me ndërtuar rrëfimin e 2021-t. S'është e vërtet, sepse më e kemi pa në pushtet 4 vjet. Nuk mundesh më të më ndërtuar rrëfimin e të kalumës kur e kia aferën e Faton Pecit. Nuk mundesh më ndërtuar rrëfimin të kalumës kur e kia aferën e Martin Berishajt. Nuk mundesh më ndërtuar e më realizuar sikur nga e kaluara kur e kia aty Nagip Krasniqin, Libor Naliun, Rozeta Hajdarin, hajni, krim, korrupsion endemik në çdo sektor qeverisë. Ai narracioni ka ra, atë fuqi diskursi mos kanë pas kur. Edhe nëse bon kret bashkë partitë opozitare, edhe e lën kurtin jashtë pushtetit, ky mo fuqin, kredën morale nuk e ka, madje e ka ma poshtë se partitë tjera. Por 4 vjet i kanë vënë dom Kosovës ma keq se 20 vjet tjera që kanë pretenduar ço dom. E s'është domaj. Për këtë arsye mendoni që në një alibi morale. Të mundshëm Qysh mundesh me dalë ti fushat? Me thonë këta kundër neve, hajnat e këta që kanë mbështetin. Ti ke Martin Berishën në parti që merr parë për genit servis, e ke Faton Pecin, mega hajn me mega afera, e ke Nagip Krasniqin, hajn në kek. Pra, e kje kompani fiktive që marrin miliona, e kje Libor Naliun aty, që me të bon minister, se din ka sa i ka ble shpijet në Marigona Hill. E qyshme që ta, po menoni që e shtëni prap narracionin, jo, s'ka shansë, a hiq në asnjë variant. Le të bëjmë bashkë partitë opozitare, ta ekin këtë fatkeqësitë kombit që e ka emrin Albin Kurti. Unë besoj njëjtë kështu si Azdreni që narracioni i Kurtit për ta ndarë popullin siç e ka ndarë në 2 pjesë të këqinjt dhe të mirët. Ne jemi të mirë ndërsa këta janë të këqinjt që shkatruan shtetin, madje gjeneratat e reja të cilët shkojnë deri në moshën 26 vjeçare, shumica prej tyre nuk e dinë që ka ekzistuar lufta dhe narracioni i Kurtit i ka bërë të mendojnë që partitë e Kosovës e kanë shkatruar Kosovën se Kosova ka qenë New York. Ashtu po besoj që edhe ata printet të tyre dashme ndërtu apo me eduku apo dhe më ju tregu historinë, gjithashtu dhe shkolla ata zë Azdreni ka një obligim. Janë gjëra të ndryshme, sepse ne po e shohim prindrimin Kosovë në çfarë gjendje është. Apo ndoshta edhe prindrit e shohin dhe mendojnë atë. Jemi në një situatë të tillë edhe si politik. Ama edhe prindrit janë votues të Albin Kurtit. Kosova ndërtuar, fal Ardian, Kosova ndërtuar sa ka pas potencialin e vet. Ka mund më mirë, po. Po që ka bon, narracioni i Kurtit ka qenë që Kosova së ndërtuar hiç, e ka mund të bëjë shumë më mirë. E njerëz kanë shpresuar që për tek kësaj arritje që ka Kosova, me Albin Kurtin e kishte bën hapa gjigant. Në fakt kemi bën hapa gjigant, po mbrapa. Ti, kjo ka falë autonominë, servisë subare. Albin Kurti ka ardhur në Kosovë në pushtet me narracionin që ne jemi shpresa e fundit e shpëtimit të Kosovës. Dhe ashtu është po edhe nga elektorati, apo jo? Sepse zotri Kurti i përdor këto 2 narracione. Ne jemi viktima ose ne jemi shpëtimtarët. Dhe e ka atë strategjinë për çaj dhe sundon. Nuk ka filozofi më të madhe në politikë bërën e tij. Abdina është shumë e thjeshtë, shumë e kuptueshme, vetëm varet çysh don ti me perceptuar dhe me pa sa më shpejt atë gjë. Kështu që zotri Kurti këtë narrativen se këta janë të këqit, këta e shkatrojnë shtetin dhe ne po e shpëtojmë, nuk mundet mo në asnjë formë e bo, e sidomos pas këtyre zgjedhjeve, sepse e pam që opozita nuk shkoj bashk, ashtu si deshti zotri Kurti që të bëhet një front opozitar, edhe që mënyrë që ta krijonte atë narrativen këta edhe na. Thjesht partitë politike dole në zgjedhje, fituan as sa fituan, dhe tani është ky konstelacion politik i cili pritet të konstituoj institucionet e Kosovës. Dhe ky narracion mo Kurtit nuk i pinoj sepse popullata e ka parë çfarë gresi ka pas Kosova për 4 vjet. Popullata ja ka dhënë zotrit Kurti mbi 50% për të udhëhequr me vendin sepse kanë shpresuar dhe kanë menduar që ne kemi nevojë për një ndryshim drastik, por faktikisht ne kemi nevojë për ndryshim, po jo ndryshim për keq.
E ne kemi bërë ndryshimin për keq. Këtë nuk po e them me dëshirë, por duke u bazuar gjithje në faktet e qeverisjes 4 vjeçare të cilën ka bërë zotëri Kurti, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë marrëdhënie ndërkombëtare, në çdo aspekt ne kemi ecë në regres. Dhe ne jemi duke jetu këtu, edhe sikur familjar ta kemi, edhe sikur prind ta kemi zotrin Kurti, do i themi, o ndalo zotri Kurti se jetu ma prish jetën. Veç një sen. Këto veprime tua. Kisha thonë që... Besoj që njerëz nuk e hajnë mo këtë narrativen ata të këqit edhe të mirë. Shumica për aferave që u përmenën dhe çështjeve ose mos suksesit në qeverisje kanë qenë edhe para zgjedhjeve, jemi të folë para 3 muaje. Dhe se këto çështje janë prezentuar edhe në media edhe gjithandej. Mi për prap i ka fitu 42. Ja, ka rënje ndjeshme. Kanë rënje të gjithë partit politike. A bon njësën shku, ka qeveris 4 vjetë. Po bove kuptë logikën, 4 vjetë ka qeveris. Kurti, i vetëm, me mandat plot. Këto kanë ndodhur për herë parë në historinë e Kosovës. Edhe i ka rarë në 8% që i bjen, kanë lënë shenjë dhe fort bile. Kjo është në rënje të pandalshme mo. Nëse kush ka prit që i bjen 8%? Kisha pas qef, po s'ka pas angazhim opozitar për fillimit. Edhe ajo që ka nis angazhim opozitar. Nuk është puna e opozitës, nuk është puna e opozitës